datës 28 mars të 2025. Është një ditë ku ndikimet, edhe pse mos është rëndoni veten tuaj për gjëra që nuk kanë vlerë, domethënë kush e di, mund të presi, për shembull, është një udhtim për të bërë. Le mos nuk u bë sot, le të bëni një ditë tjetër, pra. Nuk u bë nesër, datës 28 po flasim. Atëherë, më mirë prisni të qartësohen gjërat, sepse kur është mjegull nuk i kemi shpejtësinë e 150 km, edhe nëse do ta dim rrugën, se kur nuk shikon përpara, kur nuk je i sigurt, nuk je si vë këmbën. Pra gjithmonë gabojmë sepse jemi të sigurt në atë çka niset i diçka dhe nuk e vërtetojmë. Atëherë nëse nuk vërtetohet, nuk je i sigurt për diçka. Prit pak. Qartësohu vetë një herë çfarë do të bësh. Kthjellohen gjërat, ikën dhe mjegulla dhe nuk shikon 10 metra, por shikon 100 metra larg. Pra di se çfarë bën. Kjo është një anë e mirë dhe kohë e përshtatshme për nisma të reja. Sepse kjo ditë që ka të bëjnë, kemi thënë sepse Afrodita është në retrograd, ku është Neptuni tek Peshqit, ku këndet që nisin ose gjitha gjëra që mund të bëjnë, por meqense i referohet dashurisë romancës dhe lidhjet me probleme kanë rikthime, kjo ndodh nga ora 11 deri në orën 20, ku është një harë kohor pozitiv për bisedime, jeni pak kohë për të kaluar në lidhje me njeriun tuaj të zemrës, sepse keni lënë pas dore. Dhe kjo lëna pas dore të prish Terezin dhe ky ekuilibri nuk është fort ashtu siç pritet. Prandaj më mirë të qartësoheni, pastaj të veproni. Sepse ndikimi që ka të bëjë, mundësitë që jepet, kjo do të thotë që do t'ju bëjë të udhtoni, që të shmangi disa investime emocionale, shpirtërore apo financiare, do të thotë që më mirë i lë pak promovojnë gjërat për nesër, apo pas nesër disa çështje bankash, disa çështje që të qartësohem, të marr një letër, të marr dhe një laps, të shkruaj gjërat, të përgatis edhe shoj ku më del dhe kush më del. Jo tani pash diçka unë edhe vetë ta blej. Edhe duke harruar se çfarë kam për të dhënë. Pra këtu bëhet fjalë. Prandaj kërkohet durim. Dhe kjo do të thotë që mundësitë që jepen ose pra ata që presin, duhet të presin, ndikojnë pozitivisht, që ka të bëjnë shenjat e ujit, por kanë bëjnë dhe shenjat e zjarit. Shenjat e ujit, e dini gafora, akrep, peshk, të dhe diqit të vetë, ku e kanë një mundësi për të saj përket nismave dhe kohës që ata ndikohen, kurse shenjat e zjarit, si që është dashi, si që është luani, si që janë shigjetarët, kanë një ndikim mjaft të mirë mbas dite, mbas orës 16:30 e tutje, ku dhe ndikimet dhe planetet ju favorizojnë në ekonomi për stabilizimin dhe takimin që do të bëjnë. Pra është mundësi e mirë në këto çështje që mund të ndikoheni dhe mund të realizoni disa plane që ju e keni, sepse tani për tani keni pasur shumë ndikime dhe kjo ka bërë që të nisni diçka të re, por kur jeni të sigurt, pra të çka doni të bëni, atëherë dini shumë mirë ku arrini dhe çfarë doni të përfitoni. Megjithatë, edhe pse juve dini vetë sepse çfarë ka të bëjë dhe ku do të shkoni në lidhje me anën e financave, në lidhje me disa gjëra që mund të ndikoheni dhe në fushën e biznesit, por kjo mbetet për të parë për disa gjëra të tjera, në fakt sepse tani ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me çështjet e mundësive ku kemi Afroditën në retrograd dhe përkon me ditën e premte, që është dita e nesërme, dhe kjo do të thotë që vërtet unë nis diçka, po nuk e bëtis dot sepse nuk kam mundësinë, personi është dera është e mbyllur, nuk gjej kohë për të bërë bisedime, pra të gjitha këto mblidhen. Duke qenë të sigurt ama, pa unë nxituar, motoja e kësaj dite është eci avash sepse nxitoj. Atëherë, kur eci avash, vërtet ke për ta bërë këtë punë, por je i sigurt sepse e ke hedhur këtu. Dhe kur i ke këtu, asgjë nuk ndodh dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por gjërat do jenë pozitive në anën tuaj.